Kryetaria e Bashkisë Shkodër, Voltana Ademi, ka inauguruar paraditën e së premtes qendrën shëndetësore në fshatin Domen të Njësisë Administrative Postrib. Gjatë këtij inaugurimi, kryetaria e Bashkisë Voltana Ademi falenderoi donatorët për këtë investim, ndërkohë nga ana tjetër është shprehur e hapur për të tjera investime me partnerë të huaj. Unë duhet falenderoj posaçërisht Islamic Relief për ndihmën që na jep. Jo vetëm këtu në Postrib, por në të gjithë Shkodrën. Ne kemi bërë edhe objekte të tjera. Në fakt, kjo është qendra e tretë shëndetësore që financohet nga Islamic Relief. Dhe projekte të tjera kemi realizuar ndërkohë, ndërhyrje të rëndësishme kemi bërë në Dajç për shembull, apo edhe në qytetin e Shkodrës. Ne do të kena rast ndoshta me i pa në një ditë bashkë me ju. Me idenë e mirë për të ardhur në ndihmë banorëve me shërbime. Dhe sigurisht qendra shëndetësore në Domen ka qenë një godinë tetë amortizuar. Ajo shton se ndërtimi i kësaj qendre shëndetësore duhet të bëjë nga Ministri i Shëndetësisë, i cili 2 vite më parë premtoi diçka të tillë, por siç shihet, ky premtim nuk u mbajt. Ne kemi paraqitur pranë Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve për konform strategjisë së përcaktuar në fakt nga vetë qeveria për financimin e qendrave shëndetësore, dhe janë projekte që janë hartuar në standardin nga vetë ministria, pra plotësojnë standardin e kërkuar nga vetë ministria. Fatkeqësisht asnjëri nga këto projekte nuk është financuar. Jasmina Çoqja, koordinatore e projektit, thekson se finalizimi me sukses i disa projekteve është një arritje dhe se bashkëpunime të tilla duhet të ketë edhe në vazhdim. Është qendra e 5 shëndetësore dhe me këtë fshat, me këtë qendër shëndetësore e ka përfunduar totalisht projektin e qendrave shëndetësore. Ne jemi të lumtur që e finalizuam me sukses edhe ndërtuam një qendër shëndetësore brenda të gjitha parametrave dhe standardeve që ka shteti jonë shqiptar. Kjo qendër është pajisur me të gjitha pajisjet, medikamentet kryesore që të jetë në shërbim të komunitetit. Janë rreth 600 banorë të fshatit Domen dhe Shakot, të cilët mund të zhvillojnë vizita në këtë qendër çdo ditë, nën kujdesin e mjekut dhe infermierëve që do jenë aty.